Xhamia e Malishevës. Azani po thirr për drejt këtu. Edhe xhamat këtu ka mirë. Ate unë për avdes me marrë. Këto hymja. Do falen, do punojnë. Sot isha në Malishev, i vizitua disa shokmi që mbanën edhe muhabet, u bashku më donë me knasi. Edhe ka hi edhe këtu, te vendi ku e ka pushkatu pushteti Jugoslav, mi gjënë se fer me djallin të i bardhin, une nuk mund nalë pa ledzu pak. Kona në përshpirë tyne edhe pa ban lutje, përshpirë mi gjënë se fer edhe djallit të i bardhesit, dhe ma në baba, i mi gjësa lidhë dhe vlavi mi gjësa lidhë kreqka. Allah i sholla i ka shpoll shehet sa qysh atëherë, kur ka në o, këto për qërimin e Trojë dhe bashkimin e Trojës shqiptare. 1998 që i këm pushkatue pushteti sërbë. Me gjas e fer, fotografi djallit t'i s'ka. Edhe dhej në shtinë qënimtar të Kosovës, Allah i pashpoll shehet të gjithë luftarët. Okupatori Jugoslav brez mas brezi ka vra, ka pushkatu, ka torturu gjithë shqiptarët adhetarë që në kam. Mas me gjithë se ferë Bardash Kleshkës prej Saraluk që i ka pushkatu Sërbi, tash u ktheva në fshatin të Sankat, ku Fazli Greqesi një mësor shqiptar 56-ën u ka mësuesi i parë shqiptar, edhe Sërbët, Jugoslavët e kanë maltretu, e kanë vrej deri në vdekje. Edhe kur kanë ndru jetë, ja kanë qu doktor Ali Sokolit, në shkruj se kanë ndru vetë, prej vetës kanë ndru jetë. A i ka dhane pas kimyt me dru, ose jatë në shkrim kur për këtë vla. Kur ja kanë qu doktor Nikolicit, doktorit sërbë, a i ka dhane në shkrim se ka dek prej vetit. E doktor Fazli Greqesi, janë mësuesi, është në historinë e kombit shqiptar, nuk ka rrëstos. Kjo është shati Sankat, ku edhe xhamin e kanë ndërtu nga dvorit Fazli Greqesit tu. Ky shat tash është në banuar hala shqiptar, gjithë të pasër. Po ka burra nuk e dija, ka burra se njafërt. Ndërsa këtë burr edhe në dhe kam fotografinë e tij. Shehet e pas shpirt e Fazlijës edhe gjithë adhetarëve.